Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Punoj në burg si psikologe dhe çfarë nuk më kam parë syt. Nuk e kisha imagjinuar kur që do të punoja në burg, as në ëndrat më të çuditshme. Kur mbarova shkollën për psikologji, mendoja se do të ndihmoja njerëzit në qendra komunitare, me terapi grupi apo në një klinik të vogël. Por jeta më tërhoqi në një drejtim krejt tjetër. Burgu i sigurisë së mesme ku punsova ishte një ndërtesë e vjetër, me mure gri që të japin ndjesinë sikur të përpinë drita. Ditën e parë që hyra brenda më erdhi një erë rënd metali dhe lagështie dhe një heshtje që nuk e harroj dot. Njerëzit mendojnë se në burg mbahen vetëm kriminal të rrezikshëm. Po, normalisht ka edhe të tillë, por në të njëjtën kohë ka edhe njerëz që thjesht kanë gabuar në një moment të caktuar, dhe pastaj ka njerëz që e shohin burgun si skem për të luajtur rolin e frikësimit. Unë si psikologe isha aty për t'i dëgjuar, por sytë e mi kam parë shumë më tepër se aq. Gjatë muajve të parë, shumë prej tyre përpiqeshin të më manipulonin. Disa më flisnin me zë të ulët, thuajse lutës. Disa të tjerë përpiqeshin të më trëmnin me rrëfime që nuk e dija nëse ishin të vërteta apo thjesht histori për të më testuar. Njëri prej tyre, një burr i qetë në pamje, më rrëfeu një histori që më la pa gjumë për disa ditë. Jo sepse ishte histori e dhunshme, por sepse kuptova sa larg mund të shkojë mendja e njeriut kur ndjen se nuk ka çfarë të humbas. Nuk e dija nëse fliste sinqerisht apo thjesht donte të shihte se si do reagoja unë. Ai buzëqeshte gjithmonë dhe ajo buzëqeshje të ftohte kockat. Më e keqja ishte kur kuptova se disa nga gardianët që ruanin në rendin ishin po aq të errët sa disa prej të burgosurve. Disa silleshin me një arrogancë që të i kalonte uniformën. Disa e humbisnin durimin me shpejtësi, ngrinin zërin kot së koti. Disa kishin sekrete të heshtura që kurrë nuk i zbulova deri në fund. Më kujtohet një natë kur një gardian i ri më tha me zë të ulët: "Linda, këtu brenda rregullat nuk janë gjithmonë ato që ti mendon." Dhe më pas siku duke më lënë me 1000 pyetje pa përgjigje. Një mbrëmje po dilja nga zyra ime në katin e dytë. Dëgjova një zhurmë të fortë metalike, një derë e përplasur me forcë. Pastaj hapat e shpejtë të tensionuar. Nuk po shija asgjë faktikisht të rrezikshme, por atmosfera ishte aq e ngarkuar sa të priste frymën. Një burgosur që zakonisht ishte i qetë po ecste shpejt në korridor i përcjell nga 2 gardian. Sytë e tij takuan të mit për vetëm pak sekonda. Dhe në ato sekonda pash frikë, por jo agresion, vetëm frikë të pastër. Nuk mësova kur çfarë kishte ndodhur atë natë, askush nuk fliste, raportet u mbyllën, fletët u zhdukën, por e ndjeva në ajër që diçka më e madhe kishte ndodhur. Dhe ndoshta gjithmonë do të mbetet mister. Pas një viti pune atje fillova të kuptoja se burgu nuk është vetëm vend i mbylljes së trupit, është një vend ku mendjet thyen, shpirti lufton, njeriu detyrohet të përballet me veten që ka shmangur gjithë jetën. E dija që shumë prej tyre gënjenin, por e dija që edhe disa thoshin të vërteta që askush nuk donte t'i dëgjonte. Burgu është vend ku maskat hiqen edhe kur njerëzit bëjnë çmos t'i mbajnë. Ai që më tronditi më shumë nuk ishte krimi, ishte çiltërsia e dhimbshme pas tij. Ndonjëherë më pyesim pse vazhdoj akoma në këtë punë dhe pse nuk heq dorë. Pse rri në një vend ku çdo ditë lë një shenjë të vogël në mendjen time. Por unë kam vendosur të rri sepse ka disa njerëz që nuk kanë askënd tjetër që t'i dëgjoj. Ndonjëherë mjafton një bisedë 20 minuta që një njeri të ndihet si një njeri përsëri, sepse brenda atyre mureve gri dikush duhet të sjell pak dritë, edhe nëse ndonjëherë më duket sikur ajo dritë venitet.